Mirë se erdhët të dashur gëfor në letra të rëfejnë, jam Diana dhe të bëjmë leximin e javës që po vjen. I kam darë, janë 9 letra, plus një oracle që bëjnë 10, i kam darë në etapa, apo në nivelesh, punë, ekonomi, financa, dashuri, apo çfarë do të bërë, a do kthehet personi, se kam shumë pyetje nga ato që duan, dhe këtu është rezultati i gjithë këtyre së bashku. Të shikoj gafor që jeni në një moment ku duhet të zgjedhësh drejtimin tënd. Po filloj me financat, puna, ekonomia, parate, kështu me radhë, është radha e parë. Ke një ide të re, apo një qartësi të re, ose një mënyrë të re për të parë punë, para, si qyshe, pra ke mundësi për një fillim të ri. E ke iden, por nuk po e kthen në veprim. Dhe po e lë vetëm ta bluash në mendje apo në kokë. Tani, unë po e them kështu, si shembull, shkruaj iden dhe ktheje në plan. Mos e mbaj vetëm në kokë. Fillo me hapa të vegjël, por konkret, nga që kjo ide mund të bëhet goxha e madhe. Që mund të sjell fitime të mëdha. Në një farë mënyrë jeni goxha kreativ, të dashur, dhe mund të ktheni në para apo në sukses. Letra 2 të shaman, ke intuit pra të fortë dhe ndjen drejtimin e duhur. E di brenda vetës çfarë duhet të bësh. Je duke kërkuar sikur përgjigje nga jashtë të aprovojnë, të pranojnë apo të shikosh si po reagojnë të tjerët, kur në fakt e di veti më mirë se gjithë. Ndalo se pyetje të gjithë të tjerët, besoj instinktit tënd. Beso që vendimet e tua janë shumë të sakta nga ata që po të rrethojnë për të dhënë një ide apo një mendim më të mirë. 9 të zjarrit tregon forcën që ke për të vazhduar dhe edhe kur lodhesh. Nuk dorëzohesh lehtë gafor. Por problemi je i lodhur dhe po mendon të heqësh dorë në momentin e fundit që është gabimi më i madh. Do thotë, sikur ke groposur dhe një të grapuar aty të nxjerrësh, siç e kemi parë atë diamantin, atë gurin i çmuar apo atë suksesin, ti aty po ndalon. Mos u ndal tani. Je më afër suksesit se kurrë më parë. Po flasim për para, punë dhe çfarë do të jetë investime. Shty dhe pak. Bëhu i zgjuar tani, nga që je aty ku duhet jesh. Jo për të ndaluar tani. Pra, ke ide, intuit, forcë, por duhet t'i kthesh të gjitha në veprim. Dashuria. Kemi 7 të ujit, është vizioni dhe 3 të ajrit. Tani, kur e shikoj, dhe këtu tregon ekcesin, shumë ndjenja dhe mundësi në dashuri, absolutisht. Je konfuz, shumë opsione, shumë mendime, asnjë drejtim të qartë. Mos i mbaj gjitha opsionet hapur, nga që e dim që jo të gjitha janë të duhura, ta them unë. Zgjidh një drejtim. Qartësia vjen nga vendimi që do merrni, jo nga pritja. Jeni në një proces ku kërkon diçka më të thellë, më të vërtetë. Dhe absolutisht gjë më e bukur kjo. Po kërkon përgjigje, por nuk po ndalon për t'i dëgjuar. Ta them kështu. Dhe kur them nuk po ndalon për t'i dëgjuar, nuk je duke parë veten, jepi vetes kohë. Mos vepro nga emocioni i momentit. Kupto çfarë do realisht, jo çfarë ndjen për momentin.
nga që shpesh herë bjem në kurthin e asaj që më bën të ndihet bukur, më bën të ndihem mirë, më bën të ndihem e vlefshme, por janë ndjenja të momentit. Afatgjate të shikosh, të provosh të personin që do të krijosh një lidhje dashurie. Është tjetër gjë. Ti mund të përballosh të vërtetën edhe kur dhëmb. Pro, këtu është ajo ndoshta që të bën gjëra që s'ke patur më përpara, është dhimbja këtu dhe tregon që ka dhimbje nga e kaluar dyshime ose zhgënjime që po të bën konfuz. Mos e injoro të vërtetën. Prano ato që nuk funksionoi, ka ikur, ka mbaruar dhe mos u ka pas një iluzioni. Nëse pretendoni apo nëse është dëshira do të kthehet personi që dua, ka shumë konfuzion këtu. Mund të ketë kontakt, por nuk është e qartë, nuk është stabile, nuk është e balancuar. Do thotë, do bëjmë të njëjtën rrugë dhe një herë, po të kthehemi aty ku ishim. Kjo është yin dhe yang, që është në dashuri të dashur, balanca. Duhet balancë, jo vetëm ndjenja, por edhe stabilitet. Të dashur, këshilla e kësaj letre thotë, nëse vërtet po prisni dikë që të kthehet apo të rregullohet, mos prano gjysmën më. Ose është e balancuar, ose nuk është për ty. Dashuria duhet të ketë dy anë, jo vetëm një. Dhe këtu morët përgjigjen, a ja vlen, apo si ja vlen. E ardhmja dhe rezultati i të gjithë këtyre është nëna e ajrit, është 5 të ujit dhe 6 të ujit. Mund të marrësh vendime të qarta, ti mund, dhe duhet ta bësh që të marrësh vendime të qarta dhe të ftohta kur të pa emocione. Problemi është që po e shmang këtë qartësi sepse nuk të pëlqen e vërteta. Shiko situatën pa emocione, qoftë për punë apo për dashuri. Thuaj vetës të vërtetën, vendos me mendje, jo vetëm me zemër. Ti mund të më përballosh çdo humbje apo ke përballuar dhe të mësosh të marrësh mësimin nga ajo. Problemi është që po qëndron aty te ajo që ke humbur. Ndalo së kthyer pas, mos e ushqem më atë histori, mos i jep më zë në jetën e juaj. Lësho atë që nuk është më. Dhe 6 është pleasure, 6 të ujit është pleasure, është kënaqësi. Pra, ka shumë mundësi për qetësi, paqe, gëzim dhe ndjenjë më të lehtë në jetën tënde. Lësho këtë konfuzion dhe të shkuar. Lësho çdo gjë që nuk ka të bëjë me stabilitet apo nuk të jep atë çfarë meritoni. Dhe të dashur, përfundimi gjithë këtyre në para duhet të veprosh mbi atë që ti di dhe ke kapacitet të madh. Në dashuri duhet të dalesh nga ky konfuzion, nga kjo mos qartësie. Dhe në të ardhmen qetësia vjen vetëm pas një vendimi të qartë, që është juaj. Qartësia, të dashur, nuk të mungon nga forë, thjesht po zgjedh të mos e përdorësh, dhe këtu është gabimi juaj.